Ngushëllime për nonën, Zoti t'lau shnosh se kom një për që ata erdha, e po më janë tepër keq. Nana s'ka dek, Qysh? nana s'ka dek. Nga mërmet, qa po t'kallzoj. Shkova të shpia që thash desh nana, dhe mor vesh një dynja. Edhe u qova, shkova, në nëzi që gjeta bilet për me shku të nana me pa. Thash se nana po des. Unë e dibe, e di që jo vën, po s'po t'bjen mirë, shka me bëme. Mo, afroje nonën goje shukin. Nonën e kisha afru, po gruën ku me lanë, ku me që gruën, se nonën unë e afroj, a ka në fëmin këtë dynja që nuk e do nonën e vetë? Halo? A je mirë? O, qëshje, a je mirë, a më nërve? Qështu shini ma, qini me rëna, shini se e kena hje kiratë. Drejt. A më nërve? Pak luk valoj se sa ko marrë pi Kosovës, po pak luk, po kresorja që mirë. Qëshje? Mirë. A je mirë? Mirë. Qa je për me pi? Balas sen një arsa. Jo, që për ta, ja, se për ta qes një langë. Pas nga Golden Eagle të Kosovës edhe Red Bull. Hajtë Golden Eagle që të këpi. Produktet Kosovës më mirë. Qysh je? Mirë. A je mirë? Mirë. Qysh po kalen? Familja, kejt vetë? Mirë, krejt mirë. Jo, qysh jeni? Mirë. Krejt mirë. Kejt rahat. Në Kosovë, qysh kalove? Mirë, vallahi, mirë. Ngushëllime për nonën, Zoti t'lau shnosh se kom një për që ata erdha, e po më janë tepër keq. Nana s'ka dek, Qysh? nana s'ka dek, veç e kish bo prank për mi mledh fëmit, se na ka thirr hajdi për Bajram, për Ramazan, edhe e kish bo veç prank, veç për më na mledh neve, kjo është dal po t'kallzoj. Nga mërmet, qa po t'kallzoj. Shkova të shpia që thash desh nana, dhe mor vesh një dynja. Edhe u qova, shkova, në nëzi që gjeta bilet për me shku të nana me pa. Thash se nana po des. Kur shkova e kish qit karikën paradere, e kish qit papuqet e veta në karik, peshkirin edhe lullet. Kur di shumë në Kosovë, lullet e karikën paradere, dje që e ka dek. Hina në mrena e qela derën, shka me qelë mëre zët. Motra vajtëjke sa që mojke për mi nanën. Nana i shtrin me i dhe shpis, ish milu me atë postavën e bardh, e me qërshaf, e me peshkir, së kur e dekt. E ullëm na të vajtu për mi nanën. E ti kujtu kërit ato gjana që na ka ndodhe, na ka rritë, na ka ban deri sot, edhe në fond, thash t'ja puthi kamt, sepse me kamt saj ka hec, dhe sa na ka rrit neve, e na ka majt për dore, t'ja puth kamt, a veç kur i ka van nana. Jo, vreshuj. Po, valla. Apo nga në shuki jem, edhe nëse mirë ta ka bo. Pse mirë ma ka ba? Qysh me la nanën vetë në Kosovë. Për me nuk shkon shpesh në Kosovë, ti do të me shku ma shpesh në Kosovë, ose do të me ardhë me marrë nanën të ti. Qysh me la vetë. Unë atë thëm dishka, unë e nanën e kisha marrë. Po, unë ose do të munda me gru, ose me bru nanën këto. Unë e shtek që ndana me gru ti e di. Shka kom hek dhe isa mi ka bo letrat ke gruë. Dhe isa më ka qitë në këtë selamet, ama nana se ma ban që atahën, unë nuk e kisha menu. E ti po më thu mirë ta ka ban, mirë ma pas ban. Unë e përim, ja shpesh nuk shkojnë Kosovë. Po, në të punu jam, unë e pare piqëj, shka ka me bane ma shumë. Ja, shuki jam nga e këtë shokën e keq, dikur kemi a ditë vlerën nanës, nuk ka as gruja para nanës, nana e ka venën e vetë, edhe ka me ardhë kua kur kemi i kuptu krejt gjanat, se nanë kërkësh s'mon më të ba, as me pare nuk mund me jap dashnin nanës. Nana është e vetmume
edhe ka nevojë për fëmijën e vet. Unë e di që nana është e vetmume, se jam i vetëdijshëm për këtë çështje. Po, unë e nanën e du, se nanën e kam pikdop ti e di shumë mirë. Po, unë e luti me ardhë këtu, në Gjermani, nusja po më shkon në Kosovë po më re. Fëmija pe dojnë gjyshën. Po, nusja s'po ma da. Shka po më thu ti me ba? Unë e me nuse isha nda. Po, fëmijën ku milan. Unë për një grosh këtësit nanës shtek që e prishi familjen. Jo, vallahi. Po nusja jote mas pari vetë është nanë. Aja do të me kuptu, kur t'ju largohet fëmija ose largon ai kush prej nanës, çfarë ndjenja është. Edhe këtu fjalë do të më thon gruas tane. O ja kom thonë para se me ardhë këtu. E ja kom thonë dhe sa më ka marrë. Më pa të thonë kur kena dalë për herë të parë, më pa të thonë nga kushtrim. Une pleqvjerien nuk i du. S'kom di që ka me ba, kom pas fat që kom ardhë këtu, elhamdulillah Zotit i kom nëresh punët. Baba s'ke kësmet me prit ardhjen teme këtu, ti e kom kallëzu shumë mirë historinë teme kur ka dek baba, që s'kom pas as një gotuj mja qitë gjematit që ka në vërim. As të pa me për babë s'kom qelë, se s'kom pas pare. E sot, nana jem, quhet thot kom dek, e qëtë ka rikë para derës, e na mbledh neve keq fëmive, edhe në fund quhet, si dhamper, thot, unë jam gjallë, e kom bo këta që s'keni arë, plus një letër ma ka qu, ma kish pas shkru, kthehu birë të nana. Une isha këthy sëd, po s'ku mi qu fëmit. Unë po them një shumica e rastën në Kosovë ashtu se e lajnë nanën vet, e kur vdes, tani ja din vlerën edhe shkojnë tukajt në Kosovë. Edhe atëherë është momenti i vonshëm. Unë e di be, e di që jo vën, po s'po dini shka me bëme. Mo, afroje nanën nga e shukin. Nanën e kisha afru, po gruën ku me lanë, ku me që gruën, se nanën unë e afroj, a ka në fëmin këtë dynja që nuk e do nanën e vetë? Edhe shkin koft, edhe ma gjupin koft, edhe prostitutën koft, edhe shejtan koft, edhe sejrtorin koft, ajo është nanë, ajo duhet. E duhet me respektu, unë i di këtë sene, se na nuk të bëhat kërkosh, unë e di këtë sen, se tash e di shka e vladi, tash kur fëmi unë bana vetë, me pas mujtë kuhën me këthy, pasha zotin kur s'kish harë gjëtë dherë. E një po të thamë se ja për vetit një këshill, të vetë thave, vetë i di të krejt gjonat, në këtë rast unë nuk do të më të ja pas një këshill ty për këtë rast. Po unë e di bre, po shka me ba, shka me thu ti me ba. Unë munda me grue? Gruaja jote do të më konë e pajtimet edhe më të respektu nanën tane. Nëse aja konë dashnin ndaj teje, aja do të me pas edhe dashnin ndaj nanës tane, se nana jote ty të ka rrit. Nana jote ty të ka ba që kë kushrim që jesë sot, në konë u dashuru gruaja jote, e me ato nëse aja ka dashni, aja do të me aktin 100.000 herë ma shumë nanës tane me të mirë. Unë e di, jam i vedeshëm për kjo gjaku. Unë jam të nditën punë. Unë e bigë nanën këto, edhe pa e vetë gruën. Po ja banë Gjermania në therë. Ajte po këto, e kam gjenet Allahit. Po, kur nana s'është mirë, që e bion e këto, ma mire e lonë Kosovja paguj shërptorët e pastruset e kret, edhe resizoj se sa vjen këto, e bëhat horë me gruën temë. Nusë nana s'di ku shkën, nana s'di ku full, nana s'di shka me ble, mjetë nana pa hangre pa pide sa të vjone pi punës. Ajte pa shok jam shka kam. Zoro bo kjo jetë. E vërteta, ti faleminderit që keve, Zotit në roft, se vallahi kanë ardhë dhe plët para teje, e janë të marrë plët të më thonë gushtime për nanën gjallë, të më thonë gushtime. Qërë se janë bo kogjo marak. Gjumë s'kom bëtë të notën. E di, faleminderit se thojnë mik i mirë është për ditë shtira. Ty faleminderit koft, faleminderit që kjo ardhe në konaktemin për këtë ngushtlim, po ngushtlim s'kam, e inshallah ta kthej për të mira, sepse unë e di se shka në çfarë gjendje jam. Faleminderit edhe prej teje, edhe më jap izëm. Iza pi Zotit, faleminderit shumë. Faleminderit shumë.
Rujt Zoti, të falja bani nanës, Faleminderit edhe shumë. fjallë që ka t'i thash. Bostanin, kalofshi mirë, e njihemi me të mira inshallah. Kalofshi mirë. Hajde, kalofshi mirë.